sjelljet e kësaj opozite janë krye kaput jo shtetërore dhe anti-institucionaliste, duke dërguar edhe kërcënime ndaj një gruaje që gjithë jetën e ka kaluar në mbrojtje të viktimave. Të vinë në kuvend, sepse kuvendi është shtëpia e deputetëve, të ofrojnë zgjidhje letra me 15 nënshkrime, do të mund t'i ofrohej lëvizjes vetëvendosje në mënyrë institucionale. Presidenti nuk votohet në shoqat gazetare, rreth orës 21. I kam shkruar edhe kryetarit të PDK-s Bedri Hamza, edhe kryetarit të LDK-s, por nuk ka marrë përgjigje. Kush dëshiron të bashkëpunoj me lëvizjen vetëvendosje, duhet të na sjell listën me 15 nënshkrime dhe me emrin e kandidatës apo kandidatit të LDK-s. Konsideroj se është bërë mjaftueshëm e qartë që opozita në Kosovë nuk ka qëllim tjetër përveç se bllokimit. Tash sa kohë sjelljet e kësaj opozite janë krye kaput jo shtetërore dhe anti-institucionaliste. Ajo është interesuar vetëm një gjë: bllokimin e qeverisë sonë, e cila në këtë mandat ka rezultat historik. Në këto rrethana e gjithë kjo blokad opozitare përmes bojkotit të seancave plenare nuk mund të quhet ndryshe pos mosnjohje e rezultatit zgjedhor dhe vullnetit popullor të shprehur qartë me 28 dhjetor të vitit që lan pas, si asnjëherë më parë, me 51.1% për lëvizjen vetëvendosje. Kur zonja Feride Rushiti nderohej e nominohej për çmime prestigjioze dhe ndërkombëtare, shumë deputet opozitar mburreshin me të përmes postimeve në rrjetet sociale. Besoj që i keni pa dhe ju, duke lavdruar Feride Rushitin, deputetet aktuale të Kuvendit të Republikës. Ta zëm, postime si ajo e ish shefës grupit parlamentar të LDK-s, zonjës Hikmete Bajrami, apo postime si ajo e nënkryetares Kuvendit nga PDK-ja, Vlora Qitaku. PDK leret që nuk u mjaftua me refuzimin e pozitës së kryeparlamentarit, si ofert nga ne, por sot doli pikërisht përmes Vlora Qitakut duke kërkuar tërheqjen e zonjës Rushiti nga kandidimi. Merrni me mend. Ua kemi ofru kryeparlamentarin, kanë thënë jo. E kanë lavduar zonjën Rushiti, e propozuan për presidente, këta kërkojnë tërheqjen e kandidaturës. Si është e mundur gjithë ato vargje për zonjën Rushiti nga kjo opozitje, e sot nuk e marrin as mundin të vinë sallë teksa struken në për zyret e grupeve të tyre parlamentare. Refuzim që të marrin përgjegjësi e pushtet dhe thirrje të tjerëve për bojkotim të institucioneve. Madje duke dërguar edhe kërcënime ndaj një gruaje që gjithë jetën e ka kaluar në mbrojtje të viktimave. Kjo vërtet është e turpshme. Unë dua të falenderoj doktoreshën Feride Rushiti për gatishmërinë e saj që vendin ta nxjerrë nga ky ngërç, nga kjo krizë dhe që Kosova të mos shkojë sërish në zgjedhje. Por kjo duket e pamundur me subjekte politike, lider partish që e kanë humbur arsyen dhe kanë vendosur inat, jo vetëm me ne, por edhe me vetë popullin e Kosovës, që nuk po i voton më shumë, e po i voton gjithnjë më pak. Unë kam edhe një herë thirrjen për opozitën të vinë në kuvend, sepse kuvendi është shtëpia e deputetëve, të ofrojnë zgjidhje sepse këto bllokime nuk çojnë askund dhe të marrin pjesë siç i kanë votuar qytetarët që përfaqësohen prej tyre, sepse nuk i ndihmojnë institucioneve dhe shtetit të Kosovës me bojkot e bllokim. Edhe një herë në seancën e orës 19 presim në këtë vazhdim të kemi edhe deputetët e opozitës të cilët e kanë vendin në kuvend. Së pari, unë kryetarin e LDK-s, zotëri Abdi Gjikun, ju jeni dëshmitar që e kam takuar disa herë, madje shumë herë.
nuk ka pasur asnjëherë asnjë propozim. Përkundër kësaj kishte vetëm refuzime. Unë propozime, ai refuzime. Ndërka që sa i përket paraqitjes së djeshme në orët e vona të natës, së pari ata dolën pas seancës, ndërkohë që para seancës nuk e thënë asnjë propozim. Që flet qartë për qëllimin. Së dyti, letra me 15 nënshkrime do të mund t'i ofrohej lëvizjes vetëvendosje në mënyrë institucionale, ose të shefja e grupit tonë parlamentar Arbriena Gapsi, ose të kundë kryetari i subjektit politik. Sepse rreth orës 11 natës, masi që ndërprej seanca, dolin me një listë ku ishin emrat e tyne. Po shumë interesant, nuk shkruante për çka janë ata emra. Emri askujt nuk ishte aty përveç se i 15 deputetëve, që duke i sikur me pasqen ndonjë listë për një debat parlamentar, për shembull për energjinë, ose për diçka tjetër. Aty nuk thuhej që ata emra janë për këtë kandidat. Dhe unë besoj që të nderuar gazetari ju pajtoni me mua që ata emra të më dhonë mua, jo juve. Apo jo? Nuk e di çka bëni ju me ata 15 emra. Ata emra do të vinë te unë. Nëse i kanë 15 nënshkrime për që i bjen gjysmë aplikimi për një kandidat, do të vinë tek unë. Por duhet ta ketë datën e sotit e letër. Jo datën e pardjeshit. Datën e sotit, mbrëmësh dashur ta ketë datën 27 prill, e kishte 25. Sot do duhet ta kishte datën 28 prill, nuk ka as letër as datë. Nuk kam kur gjë kundër m'ia dhoni juve. Pas kryet punë është. Se presidenti nuk votohet në shoqat gazetarëve. Presidenti votohet në seancë plenare të Kuvendit Republikës. Aty do të me i sjell ata 15 emra. Dhe ne me mirësinë dhe kënaqësinë më të madhe të pranojmë. Dhe më pastaj, po ta kishim emrin e qartë të LDK-s. Për kë bëhet fjalë? Unë do të takoja në këtë rast kandidatën i bie Hatixhe Hoxha, që të kërkoj prej saj tërhiqet. Dhe t'i shtojmë edhe 15 tjerë, se me 15 gjys kandidati më nëshme bo për aplikim. Dhe ta kemi Feridë Rushitin me një kandidat tjetër. Ne nuk e kishim të qartë edhe saktësisht cila ditë është afati i fundit, ju them drejtën. Sepse nuk janë që të gjithë juristët dhe qytetarët të një mendimi që ora 24 sonte është afati i fundit e nuk ka qenë brëm. Nuk e dim. Tash, shumica dërmuese mendojnë që e kemi edhe sonte. Shumica dërmuese, por jo që të gjithë. Andaj ne duhej që sa më shpejt të vepronim. Por unë e di që rreth orës 9:21, rreth orës 21, i kam shkruar edhe kryetarit të PDK-s Bedri Hamza, edhe kryetarit të LDK-s, por nuk kam marrë përgjigje. Pra i kam shkruar rreth orës 21 atyre. Nuk ka përgjigje, nuk më përgjigjen. Kryetari i LDK-s nuk tregon për kë i ka 15 nënshkrime, po thot a mi garanton ti mu 66 vota në kuti që janë të fshehur aty. Se votimi është i fshehtë. Pra 15 nënshkrime, pa emër të përveçëm sipër, me datën e pardjeshit, ja u tregon juve, jo mua, dhe thot, a mi garanton ti mu 66 vota në kuti. Kjo është totalisht e palogjikshme. Më falni, kjo nuk është serioze. Unë jam kryeminist serioz. Kush dëshiron të bashkëpunoj me lëvizjen vetëvendosje, duhet të na sjell listën me 15 nënshkrime dhe me emrin e kandidatës apo kandidatit të LDK-s për president. Dhe më pastaj, atyre 15 nënshkrimeve, ne ja shtojmë 15 tjera, pasi që të flasun me profesorin Hatixhe Hoxha.